Nuk e dia jemi të vetëdijshëm sa shumë ndikojnë çmimet e larta te na si njerëz, edhe te raportet tona. Faturat sot nuk janë vetëm pagesa, janë strese të vazhdueshme për krejt ne. Ajo ndjenja kur e hap kalkulatorin edhe fillon me i kalkulu pagesat atij muaji. Duke filluar prej ushqimit që është baza jonë jetësore, e komplet çmimet e ushqimit të gjitha gjërave tjera janë në disbalans me të ardhurat mujore të popullit tonë në përgjithësi. Çmimet e larta janë presion ekstremisht i vazhdueshëm për ne. Ato ndikojnë mënyrën qysh na mendojmë, qysh na perceptojmë dhe qysh na sillemi. Ky është ankth i përgjithshëm kronik, ku shumica e popullatës çdo ditë janë tu kalkulu se a kanë mjaftu ato të ardhurna ose jo deri në fund të muajit. Kjo gjithsesi që ndikon edhe në raportet familjare, sepse stresi i vazhdueshëm financiar e rrit irritimin, e ul durimin edhe i shton konfliktet. Një familje edhe nëse ka raporte të mira, kur i këshyrin faturat edhe ju dalin komplet jashtë të ardhunave mujore që ata i kanë, çaj stresi që akumullohet brenda tyne ka shumë gjasa me shpërthy në formë konflikti brenda antarëve të familjes. Kështu që na mundemi sot dojmë me punu me veten, mu relaksu që me i përjetu gjanat ma lehtë. Por prap se prap, për shkak të çmimeve të larta, është shumë problem me arrit me i menaxhu emocionet tona. S'po du me thonë që financat janë gjithçka, se ti mundesh krejt me i pas. Po që, Zoti mundet me të sprovu me shëndet apo me diçka tjetër, të cilat munden me qenë burim i konflikteve, por sido që të jetë, gjithsesi që financat munden me qenë një burim i madh i konflikteve brenda familjes, por edhe me gjërë.